Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Sejko, ishte i pranishëm këtë të martë në prezantimin e raportit të tranzicionit të BERZH 2025-2026. Në fjalën e tij, Sejko u ndal në dy problematika: plakja e popullsisë dhe largimi i vazhdueshëm i të rinjve. Sipas Sejkos, këto shqetësime demografike përbëjnë rrezik për qëndrueshmërinë afatgjate të rritjes ekonomike të vendit, pasi indikojnë në kërkesën dhe ofertën agregate, modelet e konsumit, bizneset dhe familjet shqiptare. Vendi ynë pasqyron shumë nga tendensat e përshkruara në këtë raport të radhës. Plakjen e shpejtë të popullsisë, të kombinuar me largim të konsiderueshëm të rinjve dhe të popullsisë në moshë pune. Sipas parashikimeve të Kombeve të Bashkuara, këto dinamika pritet të vazhdojnë dhe të intensifikohen edhe në vitet në vijim, duke çuar në përmbysjen e piramidës demografike. Transformimi i shpejtë demografik por i formëson ekonominë dhe shoqërinë shqiptare, ndërsa këto të fundit tashmë përballen me sfida të ngjashme me ato të theksuara në raportin e tranzicionit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët të kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Plakja e popullsisë ndikon si në kërkesën, ashtu edhe në ofertën agregate. Ajo ndryshon modelet e konsumit, dobëson inovacionin dhe produktivitetin, rrit kostot e prodhimit dhe në fund ndikon në çmimet, investimet dhe kapacitetin prodhues, duke përbërë kërcënim për qëndrueshmërinë afatgjatë të rritjes ekonomike. Mëtej Sejko u shpreh se kushtet e tregut punës janë përmirësuar ndjeshëm, ku sipas tij, Banka e Shqipërisë ka luatur gjithashtu një rol të rëndësishëm.